me musafir në studio, si çdo të premte edhe këtë premte, pra kënaqësia jonë, deri jonë i madh është që kjo radio e vogël që e ka një zemër të madhe, mund me thonë si Nona Teres. Me thosh, tash ti e din. Mirëmbrëma Alush, mirëmbrëma dëgjuesve të radiolinjës, edhe ata që na ndjekin, po na shikojnë përmes Facebook. Jemi si çdo të përpremte në emisionet tona këtu, musafirët tash SME kanë pa shumica dhe kanë ditë se do të jenë në Oslo. Dhe ata i kishim dhe prezentuan para masës tonë shqiptare, komunitetit tonë shqiptar, gjithashtu ajo më rëndësishme ishte se kishin të pranishëm ata që takojnë fesë katolike, ku vetë Dom Lush Gjergji bashkë me Shtjefen Dodës ishin prezent pra në mesin e shqiptarëve të Norvegjisë, pasi që kishim shqiptar nga gjithë Norvegjia. Mirë se jeni sonte në emisionin tonë. Faleminderit shumë, mirë se ju gjejmë dhe kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit shumë, kjo është nderi jonë, është kënaqësia jonë që ju kemi në radio dhe është mundësia që ju kemi në radio, se për ndryshe ishëm duft me konë poshtë atje me juve, me bojnë qëzimin, po në këtë moshë, sikur që kemi monsignorin Lush Gjergjin për shembull, që hypi në aeroplan Kaladale edhe bashkë me Don Shtjefen Dodës fol file thaqe që është këtu me neve, edhe ambasadës së Republikës së Kosovës, ekselencës saj doktor Nita Luci, mos me ja thonë doktor, është shumë rëndësi. Atëherë, duke filluar bisedën me musafirët që kemi në studio, pra do të fillojmë kështu, sikurse gjithmonë Monsignor Lush Gjergji thotë 3 sene do të mi përkujtua dhe do të mi ani gjithmonë. Nisëm do me thonë me ilirët, arbër dhe shqiptar. Edhe kjo në ato 3 senet që do të mbajnë në ben, gjithmonë, se me siguri s'ka pas shumë njerëz me na tregu këto senet vërteta që janë 3, dhe me thonë ilirët, arbërit edhe shqiptarët, e ne jemi ata. Po, vetë dija se kush jemi dhe çka duam dhe si duam të realizojnë, janë 3 elementet bazike, apo ato që e caktojnë orientimin dhe përcaktimin tonë. Është bukur, është kënaqësi të jesh shqiptar. Por shqiptari jemi prej 1703, ku vendit e arbrit që është mbajtur në Mershi mbi Lezhë. Përpara kemi qenë arbror, vetë heroi ynë kombëtar, unë njerëz vetan ju thëm për me i vetëdijsue, a ke lexuar dikun, a ke pa dikun se Gjergj Kastrioti Skënderbeu është nënshkruar si mreti i shqiptarëve? Jo. Si është nënshkruar? Është nënshkruar mreti i arbrëve, mreti i arbris. Prandaj e kemi pas shtetin arbrit. Edhe më herët e kemi pas shtetin ilir. Dhe e kemi pas Teutën e madhe, e kemi pas Agronin e madhe, kemi pas shumë personalitete. Prandaj të kufizohesh me 300 vjet dhe ti flijosh 5000 e më tepër vjet, është marrëzi. Kjo nuk është faj i bashkombasve tanë, por është punë dhe detyrë e historianëve tonë që ti definojnë gjërat. Pa raje, nuk ka trung, nuk ka lidhje, nuk ka pemë, nuk ka lis, e ne jemi një lis i vjetër, me rajt tona ilire, me trungun ton arbror, dhe atëherë me deg tona, edhe me frytet të shumta shqiptare. Prandaj, duhet jemi të lumtur që kemi mbijetuar, jemi populli më i rralli në historinë e njerëzimit, jo vetëm në Mesdhe, fatkeqësisht sot Ballkan në mënyrë pejorative thuhet, po në Mesdheun ton, edhe më tepër në Evropën ton, dhe si të tillë duhet dal nga dal të vetëdijsohemi. Dhe unë e përdori elementin e shënanës tonë Tereze, pikrisht për të dëshmuar se ajo është ilire, është arbrore dhe është shqiptare. Dhe diaspora jonë, prandaj edhe këtu, mergjimtare tanë, vëllezërit dhe motrat tona, ma të çmueshëm të asaj që është elementi ynë kombëtar, sot thojnë edhe unë jam shqiptar si Nona Tereze. Dhe kjo është kënaqësi, sepse bota na njeh nëpërmes figurave dhe personaliteteve, por ne duhet ta njohim vetveten dhe ta dim kush kemi qenë, kush jemi, kur duhet dhe mund të jemi. Dhe ky identitet i trefisht
apo i kemi figurativisht thëmë halka. Halka s'më dim çka me bë, na kanë me në dorë, nuk ka këput zinxhiri. Atëherë ato halka du të me i lidh. Jemi ilir, jemi arbror dhe jemi shqiptar. Dhe atëherë këto 3 halka e përbajnë një zinxhir të përbashkët që na lidh dhe na vllazëron me një histori mase 5.000 vjeçare, mi traditën, kulturën dhe qytetrimin ton dhe na jep figura qendrore si që ka qenë dhe është, unë shpesher kam thënë në fjalimet e mia publike, prandaj edhe në mjetet pamore dëgjimore, Gjergji ynë ishte i vetmuar me shekuj dhe se fundi erdhi edhe një femër, një bi, një motër dhe një nanë shqiptare ju bashkangjit Gjergjit, kështu që Shqiponia 2 krenare nuk është ma e vetmuar dhe me Gjergjin ton, po me një anë është Gjergji, në anën tjetër është Nana Tereze. Dhe kjo është kënaqësia dhe lumturia jonë. Me Nanën Tereze, pikrish këtu në Oslo, kemi arrit në pjedestalin më të lartë të njerëzimit. Jemi popull që e meritojmë shpërblimin Nobel. E ka marrë ajo, nëpërmes saj e kemi marrë gjithë ne, se ajo është përfaqësuesja jonë. Dhe në këtë mënyrë kemi arrit pjedestalin e lumturimit me John Paulin II, mikun e madh të popullit shqiptar. Çka do që ka ndodhur në botën tonë, sidomos botën shqiptare të Kosovës, si sot më kujtohet kur kemi qenë në takim me presidentin e ndjerë Dr. Ibrahim Rugovën dhe Papa atëherë më këshyrë mua e i drejtohet presidentit, thot, ju e di që s'keni ambasada, por konsideroni gjitha ambasadat e sëris shejte që janë nunciatura, çka të keni ju paraqiteni. Dhe i peshkvi i ndjerë Nik Prela i shkruan të zbashku me mua Nanës Tereze dhe Nana Tereze me njëherë e lemron të papën dhe papa trokiste në durët e në zemrën e në shpirtin e Amerikanëve dhe të Evropianëve. Kështu që çështja jonë u internacionalizu nëpërmes Nanës Tereze, e cila si bi dhe si motër shqiptare e ka pas refrenin, ju duhet të bëni diçka për popullin tim. E në veçanti, kur është kërkuar, ka thonë për Kosovën tonë. Prandaj është kënaqësi dhe lumturi mas 4-7 viteve, rqethem dhe emocionohem se atëherë kam qenë 30 vjeçar, e sot jam 77 vjeçar, dhe gjithë tjerë që kanë qenë me mua janë në amshim, jam ende dëshmitar okular i kësaj ngjarje së madhe dhe i lumturisë që kam ndjenë në vetvete se kënaqësia që të jesh shqiptar, që të jesh arbror dhe që të jesh i lirë vjen në pedestalin e vet nëpërmes Nanës Tereze. Çfarë kënaqësie e kjo diçka që i kemi mësu tash, kur do të harrojmë, edhe do tjetë kjo edhe si një vull, edhe në rrjetet sociale, edhe për shumë njerëz që kanë më dëgju, edhe shumë herave tjera. Alish, atë kam një pyetje për Domshti FM, ju ishi për atë parë këtu në Oslo, ishte kënaqësi të jeshim mesin tonë edhe ne si stafi radios, po ashtu edhe u zhvillu mesha e shenjtë, domethënë Virgjilia e Rëshejave, domethënë tash si e përjetut takimin e kishën Shën Jozefi në Oslo, me gjitha të bashkëtarë që ishin në mesh, pastaj edhe në zhvillimin, mund të me një seminar, një bisede të këndshme që kishim vetë me Monsinjorin. Po unë isha në rolin e drejtorit programit Radio Maris Kosovës edhe deshta vërtet, ishta pak me ndjenja të përzime kështu, por tu e ditë edhe rolin e Domlushit që ka bërë për Nanën Tereze, por edhe vetë misioni Radio Maris është që mi bashku njerëzit. Maria është një nanë tjetër, se po flasim për Nanën Tereze, Nana e Jezu Krishtit, edhe në bazë të saj është edhe Radio Maria. Unë ndjeva vërtet mirë, edhe u befasova për mirë, kuptohet që misionet tjera katolike janë më të mëdha, sidomos në Zvicër për shembull. Por këtu e vreta një shpirt mirë, do të thosha, vret edhe dëshira juj për me bë diçka, mi afru njerëzit, konkretisht shqiptarët, edhe kjo më la përshtypje të mirë, tash ta shohim se
çka do të sjell gjithë kjo çka e pa me përjetuar. Më sa rrëme atë prallë filen që ishte, mund të themi, një iniciatorja kryesore, për na ofru dhe neve me radion, bashkë të jemi në mesin tuaj edhe me ambasadën e Republikës Kosovës. Kjo mund të argon ma tepër për shkak se është pjesë e kishës katolike në Mos, edhe takimit i ka ma shpeshta atje edhe me udhëhecit në këtë shtet të kishës katolike, edhe çka mund të na ofron për në të ardhmen, ne edhe si gazetarë dhe plus bashkëdhëtarët tonë apo publiku jonë i radios ta dëgjon për files. Pare ju falenderojmë për mbështetjen e juaj dhe falenderojmë edhe në këtë moment dën Loshin edhe dën Shtjetnin. Është një kënaqësi të jam sot në studion e juaj së bashku. E ardhmja gjithmonë e falenderojmë Zotin, presim që tash mas të kemi pak ma shpesh me shtar që do të kemi mesht shajt, sidomos për Krishtlindje, për vitëri, për Pashk, deri në atë kuptimin se sa të arritin i pezhri i Kosovës dhe i pezhri i Norvegjisë, të arritin ta një marrëveshje, një mirë kuptim, për me pas një mështar në të ardhmen që shërben Norvegji. Norvegji, po. Atëre kjo është qëllimi edhe me siguri se do t'ja arrim atij qëllimit së bashku. Kjo është mize pritur prej bashkëdhëtarëve tanë të Norvegji, sepse është e nevojshme. Na jemi shtu tash numër, nuk jemi në kohën e pak 47 viteve kur ka qenë vetë Dom Lushi këto me nënën Terezë, ishte kënaqësi ta dëgjojmë për herë të parë para se të fillojnë edhe mesha, na thotë edhe në atë kohë thotë ka pas shqiptar. Do të ka qenë ambasadori, thotë, i Jugosllavisë, ka profesor Jugosllavi shqiptar. Ka folë shqip Gjorgj Qiroka, i cili ruhej prej bashkëpunëtorëve që ishin kryesisht serb, edhe gruaja ishte serbe, edhe kur do që ata largoheshin, ai fliste shqip, ishte i përmallum, edhe me nënën Terezë dhe me ne. Si hynte dikush prej ambasadës, atëherë e kthente o bërni. Dhe ktheje në gjuhën tjetër, në gjuhën nashki, si shtojnë malsorët e tanë. Situata është krejt tjetër. Tash me të vërtet i kemi dy shtete si motra, si Shqiponia dy krenare që e krahasova me Gjelgjin edhe me nënën Terezë, si Shqiponia dy krenare me Shqipërinë shtet dhe Kosovën, dal nga dal dhash Zoti që trojet të cilat i kemi humbur apo janë asimiluar dal nga dal, ti kthehemi vetvetes dhe ti kthehemi e të vërtetës. Është ftesa e së kaluarës tonë, e historisë tonë dhe është aktualiteti ynë. Tash popujt për rreth, po e citoj vetëm bazë të mediave, kryeministri i Kroacisë thot afër 80% të banorëve të Kroacisë janë me prejardhje ilire. E ka thonë një të vërtet të madhe se këtë Albacia. Ku është duk? Shenjërënimi i ynë, ilir, i lindër në Stridona, që janë shtrogiri i sotshëm, a i thot thënja e ti që e njef krejt bota, partë se mi hi domine kvija dalmata shumë, me falë o zotë se jam dalmaten, jam gjak në zetë, dhe më thënë jam ilir. Dal nga dal, njerëzit kanë me fillu me e kërku vetë-vetën dhe të vërtetën dhe me ju kthy të vërtetës dhe vetë-vetës, kanë me fillu me i kërku rrajt e veta dhe kanë me zbulu me kënaqësi edhe ata që nuk janë sot shqiptar, një ditë kanë me na pas lakmi dhe kanë me thonë, ndoshta të partë e mi kanë qenë, a përjetoj unë personalisht këtë gjë, për jemi në fazën e rritjes së pamës tonë, jemi në fazën e zhvillimit dhe përparimit tonë. Sot nuk e kemi vetëm krahun e punës, që është edhe këtu në Norvegji, edhe në Oslo, apo në Evropë, apo në Amerikë, por brezi i dytë dhe i tretë ka depërtuar. Unë shpesh herë kam qenë kohën e fundit, 20 vitet e fundit, rregullisht një herë dy në Amerikë. Dhe kam pa se në nivelet më të larta shtetërore ne i kemi njerëzit tanë. Dhe është kënaqësi, tash na nevojitet ta mësojmë urtien, t'i gëzohemi e t'i kënaqemi suksesit e tjetër kujt, se është suksesi ynë.
dhe të mësohemi ndjenjen e përkatësisë së përbashkët. Nëse dështoj unë, dështon edhe populli im. Nëse veproj e baj diçka unë, bën diçka edhe populli im nëpërmes meje. Normal. Kjo është ajo që duhet t'i marrim në konsiderat të fjalë, për shembull se është mirë që vetë disohemi dhe ta fillojmë pra të zgjohemi prej asaj që kemi pas shumë probleme me shumë vite, qindra e mos flas këto dekadave të fundit. Po është interesant tash të informojmë edhe opinionin se ne ju kemi parë nëpër media, nëpër televizione, në plot vende ndryshme. Po na dojna tash pak më shumë me ditë, për shembull, Monsignor Lush Gjergji prej cilët vend vjen në Kosovë? Stubla e epërme komuna e Vitis, jam pranveror lindën me 21 mars 1949 apo 49, pra 77 vjeçar, por shpirti dhe zemra nuk plakon kur, dhe sot më tepër se kur kam vullnet dhe kam entuziazëm rinor, dhe kjo me mban mua dhe jam i lumtur që jam në mesin e popullit tonë. Bravo, kjo është ajo Po që shëndetin edhe për më shumë vite, se e zbuluam edhe një risi tjetër në takim, sa i bashkëbisedimi juaj që ishte me komunitetin tonë, me shqiptarët në atë sallë të mrekullueshme, me shumë vëmendje që dëgjonin, me vesh të hapur, me gojë të hapur, në realitet, ishte ajo që e zbuluam veprat e juaja, janë të mëdha, ato që do të jesin gjithmonë në mesin e shqiptarëve, 78 libra të shkruar deri tash. Domthonë, ja ke kalu edhe viteve të moshës. Po, unë jam munduar që atë vakumin se cilat rrethanat na kanë krijuar, sepse ta gjesh një libër shqip gjatë Jugosllavisë së vjetër ka qenë sikur me gjetë një armë. Mund kujtohet si fëmijë kur i kërkonin në kohën e përndjekjeve famkeqe të Rankovićit, dhe kur njerëzit i lidhnin për kali apo për gomari, edhe e qiqin pushkën, një pushkë të vjetër, të cilët njerëzit shpesh herë krejt fshati, me një pushkë të e lut një tjetrin, më lommitin, me dërmojnë, me dru, ma marrin jetën, të lutem ma jep pushkën ose ma jep revolën, që kur të vinë t'i thëm e kam. Dhe më kujtohet si fëmijë dredhinat, mos e thëm dreçninat e atëhershme, e shtishin në dhe pushkën apo automatin apo revolën, dhe i thëshin njerëzit gropo këtu, e njeri t'ju i ditë se ka shti kur gropon të me liri, sa ma tepër që gropon të dilte arma, e thënte, apo shep si ke armën? Kush ka guxojt atër me i thonë policijës se jeni ju që e keni shti këtë gjatë? Dërsa sot duhet të kuptojmë rrethanat në cilat kemi jetuar dhe mbijetuar, dhe të jemi të lumtur se këto rrethana dhash Zoti që mos të harrohen, pa sidomos mos të përsëriten më. Dhe një popull i cili është i ujitun jo vetëm me djers, jo vetëm me lot, por me gjak, ka të tashme dhe ka të ardhme. Dhe unë për këtë arsye jam jo optimist, po super optimist dhe gjithmonë optimist për popullin ton ilir, arbëror dhe shqiptar. Po kjo është ajo që çdo fjalë për shembull që pendigojmë tash edhe po mësojmë, e shumë sende për shembull që ndoshta dikush tjetër ka mujt me shkruajt për këto ose me na mësu këto, janë kon rrethana që ndoshta edhe s'kan guxuar edhe me fol edhe me na tregu. Tash na tregove prej ardhin, lindjen, edhe tash e kemi nani edhe një kish aty, që është shumë e madhe edhe në Letnicë. E kemi në rend parë në Shtubull, shkolla e parë shqipe, e cila është deri me sot dokumentacioni, është e para në trojet ilire, arbëror dhe shqiptare, e dokumentuar e vitit 1584. Dhe aty shkruan, në Shtubull të epërme, e cila është pjesa kalimtare për Caravajk dhe për Kumanov dhe për Macedoni, në këtë fshat malor është një shkollë në formë të kolegjit,
e cila nuk dihet a ka qenë shkollë për përgatitje të priftërinjve, për bazë të dokumentacionit kanë qenë gjitha landet, se janë gjetë edhe librat, janë gjetë edhe studime tjera, e cilat e përplotsojnë këtë ide të mrekullueshme, që dhe më thënë vatër e kulturës dhe qytetërimit tonë. Në anën tjetër e kemi Letnicën 5 kilometra prej Shtublës, që është shejtërorja e Zojës, dhe aty ndodhi mrekullia. Nana Tereze, si vajzë 12 vjeçare, atëherë Ganxhe Bojaxhiu, ajo për herë të parë ndiu në vete një dëshirë që plotësisht i kushtohet Zotit dhe t'i kushtohet njeriut. Dhe nuk shkoj me një herë, 6 vite erdhi prej 1 muaj deri në 3 muaj në Letnicë. Baba Kol, kur e pa mjerimin dhe varfërien e skajshme të popullatës, aty e ndërtoi strehimorën e parë, dhe Zoti ja kthei 100 fish, sepse pikërisht aty, mas 6 viteve të lutjes, të këshillimeve, të hulumtimeve, të mendimeve, Ganxhja vendosi me 14 gusht të vitit 1929, pra në moshën 18 vjeçare, sa e mbushi voshën e arsyes dhe tha, duhet të bëhem motër misionare për t'i ndihmuar të varfërit e botës. Këtë lajm ja dha në rend parë Lorenz Antonit, i cili ishte kushërini i saj, 1 vjet më i vjetër dhe kompozitori ynë dhe themeluesi i asaj që është muzika klasike spaku në Kosovë. Dhe ja tregoj edhe hallës time Mrika Gjergji, kur i tha Mrik, dëshiroj të bëhem murgesh. Edhe si në hoka, Mrika halla ime e pyeti, Ganxhe ku? Tha, do të shkoj në Indi. E halla ime u ndal, e tha, boj Ganxhe, ti Indi nuk di a di me gjetë edhe në hartën gjeografike. A din më i bi se janë mbi 10.000 kilometra që në ndajnë ne prej Indis. Edhe si e shënetlig ti, ndoshta nuk të të mërish, a shë gjallë atje, për shejtëria në Nana Tereze këtohoj kahmoti, ajo i përgjigji hallës time, Mrik, nëse Zoti me thret, a i duhet të mendoj, si jam unë që mendoj, a mri, as mri, nuk është më çështja ime, është çështja e ti, jo vetëm mriti, por e bani Kalkutën, që ishte kryeqyteti i mjerimit, kryeqyteti i mëshirës, kryeqyteti i dashurisë, kryeqyteti i paqes, kryeqyteti me një mënyrë jo vetëm i Bengalijës, por i botës së mbarë, se aty u bë rraja e madhe e asaj çka të jetë veprimtaria e jashtëzakonshme, që nuk e njeh historia dhe nuk e njeh historia e krishtërimit. Se Nana Tereze ka të i kalu gjitha vit. Nuk ka ekzistuar në historinë e njerëzimit një figurë e tillë e cila themelon gjithçka me binomin për Zotin dashuri dhe për vllaun apo motrën njeri. Nana Tereze ka themelu asnjë shkollë katolike, asnjë spital katolik, asnjë vend për të gërbulurit katolik, por çdo gjë për Zotin dashuri dhe për vllaun njeri. Prandaj ajo arriti diçka çka ishte ëndra edhe vetë Gandhi ra viktim e ndarjeve që ishin në kasta dhe e vran. Vetë vrasari ka qenë i Indis, por i një kastës tjetër, se ka thonë po na i prish e po na i shërregullon kastat tona dhe fen ton hinduiste. Nana Tereze arriti ti takoj, ti afroj dhe ti bashkoj të gjithë. Dhe mrekullia vazhdon. Unë dëshoj sot nëpërmes valëve t'juja ti them çdo vllaut shqiptar apo çdo motrës shqiptare, mrekullia e Nanës Tereze vazhdon. Gjitha institucionet e Nanës Tereze edhe sot veprojnë me miliona njerëz mbarën prej saj, prej provanisë së Zotit dhe prej bamirësisë njerëzore. Asnjë institucion i saj nuk ka siguri të. Kur kam qenë në Palermo, ku ishte edhe i ndjeri vllau i saj,
atëherë isha bashkë me Nanën Tereze e për thëmë, e ke qelë këtë strahimore për pleqe, plaka, me mujtë me ardhë ma shpesh e me vizitu Bacën Lazar. Ajo më qyrë mua, e më qesh, thot, si po e din? Po në zemra të thot, nuk është normale. Në mëngjes ishtin mbi 50 pleqë dhe plaka. Me uque me pa para deras, a kije ushqim për më ju dhënë mëngjes, gjdo dit, a shmenduri. Për Nana Tereze e ka sfidu Zotin, e ka sfidu bamirësinë njerëzore dhe kur asgjë nuk i ka mungua. A nuk është kjo mrekulli? Mrekullia vazhdon për ata njerëz që me të vërtet besojnë dhe jetojnë sipas besimit. Nuk po dim shumë edhe për Nonën Terezë. Tash këtë po mësohemi çdo ditë më shumë e më shumë. Ne kemi e dëgjojmë, e dim për Kalkutën, e dim për Kroaci që ka qenë, e dim për Dublin në Irlandë që ka qenë, për shembull, dhe atë rrugtimin e asajna, mirë po tash për shembull për Vllon, Palermon, e shumë sene tjera që ti ki shumë libra, e ki shkruajt për ato që na duhet ka dale të shfletojmë ato libra. Jo t'i blejmë që me majt në bibliotekë, mirë po t'i shfletojmë ato që sa për tyre i kemi edhe dhuratë sot Aliosh. Sot i kemi edhe dhuratë pra që është kënaqësi se këtu s'kishëm ujtë mi ble. Kosovë nuk po shkojnë shpesh, dashuria në vepër, Nëna Terezë, me siguri ata që shkojnë si vjetë verës në pushime, shkoni i gjenë në për biblioteka, libraria, merrni me vete edhe keni mu kënaqë shumë informatat mira, fotografia edhe faktet mëdhaja që keni me pa edhe për Nënën Terezë, edhe keni me pa miqët e mi në amshim, pjesa 2, se është edhe pjesa 1, keni me pa njerëz figura shumë të mëdhaja, e të njëjtën kohë, nëse doni me ditë sot për shembull pak më shumë, e keni radion që është edhe në online, që mundem me dëgju, po ka edhe shumë sene të mira në Radio Maria, është e Kosovës, se nëse jeni te Radio Maria, ka shumë Radio Maria. Do të thonë keni Itali, keni Amerikë Latine, dhe shtete, mirë po e shuni Radio Maria e Kosovës. Edhe aty shini edhe prezentimet ndryshme. Radio Maria Kosovë. Edhe Facebook. Pasi që jam edhe vetë në faqen e Radio Marisë tani, na tregon edhe diçka rreth radios, pasi që e dim që edhe Monsinjor ka qenë redaktor apo drejtori më herët. Drejtor. Më hershëm. Jam pasardhësi. Pasardhësi, domethënë. Po ata që e kanë marrë tha din më shumë se unë, si ishte ajo puna e gjë që tha. Janë më të mirë. Janë më të mirë. Ma kanë ndresë rrugën edhe bazat i ka vendosur. Si vepra e Zotit vazhdon. Ja, bazat e forta mi kalon vërtet edhe unë vetëm do të me çu përpjet si me thënë ndërtimin. Është një mision vërtet fisnik sepse qëllimi është, kupto që është jo fitim prur si radio shoqat, e ka një mision vërtet të mrekullueshëm sepse përveç lutjeve themelore jemi të hapur edhe për kulturë, për ngjarjet që ndodhin pikërisht kurse edhe jo këtu që ishte në Oslo. Qëllimi është vërtet mu dëgjue ajo atmosfera e një nane, siç është Zoja Bekume që e quajmë Maria, që i mbledh bijtë e saj, edhe unë ndjej këtë që duhet sidomos për shqiptarët me theksu ndoshta më shumë, prandaj edhe jam të shku prej një vend tjetër ku ka jo vetëm mesh, por edhe ngjarje tjera që na bashkojnë ose që e nxisin një vedije më të lartë edhe për çështjet kombëtare, që mendoj që kem nevojë në këtë drejtim me bashkëpunu. Që sa mirë. Po, ekziston që 13 vite, i kemi qenë zbashku me Radio Marinë e Shqipërisë, kryesisht në motën Njëzoj Krishterë në shtëpinë tënde, por gjithmonë është hapësirë, por edhe ka dhe këngë, që njerëzit, si me thonë, mi aftësu edhe mu lutë ma shumë, me meditue, gjithan këtë drejtim shkojnë. Po. Me siguri se në të ardhmen do të kemi edhe misionit për bashkë këta, ku do të zgjidhemi, edhe do të bashkëbisedojmë për shumë sene tjera, do me thonë se kemi qash shumë me folë që s'kemi s'muni me mbush edhe ndoshta edhe këtë shekull, që mi përkujtu shumë sene edhe mu vetë disu. Edhe me përmbajt ato që kemi prej 1700-ës që ka dale të kthehemi edhe të dim pak ma shumë.
për roj. Jo veç të dim për nanën babën edhe deri te gjyshi, mandej aty po nalet krejt. Unë I kisha pas shef ka dalë kështu dhe Është mirë ta pyesim tash monsinjorin se ka në pallton flamurin e Kosovës nga ana anë, ona tjetër është simboli fetar. Po, 100%? edhe është simboli kombëtar po. I natyrës, Po. e sidomos I Kanadës. I Kanadës, po. Mas kur e kam ble petkat, atëherë më ka tregu shitësja në Prishtinë, thot kjo është simboli I Kanadës dhe Po. simboli I gjelbrimit e asit. Ashtu. Atëherë për të ndëruar gjelbrimin, I cili është e zbukuron jetën tonë, e ju jeni në parajsën toksore të Oslos edhe të Norvegjis, me parqet e mrekullueshme që janë, s'kam desh me prej këta. Mi për anën tjetër, unë e kam mbi të gjitha në mend dhe në zemër Kosovën tonë, prandaj I kam thënë, maqit në të djathën Kosovën, sepse këto dy elemente, njerëzorja, kombëtarja dhe ajo çka është natyrorja shkojnë së bashku. Dhe për këtë arsye I bari të dy simbole. Po simboli tjetër, kjo Nobel Peace Center, do më keni qenë vizite... Po, kur isha aty, me thënë të drejtën, jom gëzu dhe kam qajt. Për I gëzimit, sepse aty e kam përjetu si kurse në gjdo kand, po mpret Nana Tereze, dhe I kam tregu edhe për cilësve të mi. Ishte mreti Olavi I dytë atëherë, ishte kryeministri I Norvegjis, ishte kryetari I Komitetit Nobel Dr. John Sanes e shumë tjerë, unë ju dhipsha për parësi se isha gjithmonë me Nanën Terezë. Ajo, para se me hy në palatin ku e mori shpërblimin Nobel, fillon, ku je do mlush? A më jam mrapa këtu, ju kam dhënë për parësi tjerëve. Më thot, jo, ti duesh me qenë vetëm në djathën apo në të majtën. Dhe atëhere në mënyrë amësore, më thot, e kam një çantë, njerëzit po qesin edhe letra, po qesin edhe mjete financiare, me rëndor ti e runë ma mirë se une. Dhe nuk me I lente. E sot mu ka duk se e kam përdore Nanën Tereze në ato vende ku para 47 viteve jemi ngrit dhe unë të thëmë të vërtetën, kam mendua se është pjedestali ma I larti, por me Nanën Tereze kam përjetuar lumturimin e shejtrimin. Në shejtrimin e Nanës Tereze, atëhere televizioni italian Rai Uno, që është ma I njoftoni, jo vetëm në Itali, por një nërmat njoftonit edhe në botë, gazetari më njofti. Dhe më tha, Don Lush, ku je, pse po më shifësh? Thëm, jo, këtu jam. Tha, si e përjeton ditën e sotme? Tham, protagonistja ime se fundi është në pjedestalin edhe të elterit dhe është shejtresh. Dhe këta, unë pej ditës parë, me 29 mars të vitit 1969, e kam pas bindjen time e cila u vërtetua se vërtet jemi para një personaliteti, para një fenomeni dhe gjithë njerëzor dhe gjithë kombëtar dhe gjithë fetar si që ishte Nana jon Tereze. Dhe kjo me mbush me lumturi dhe me kënaqësi që një pjesë të jetës sime ja kam kushtua asaj, e t'ju thëmë edhe këte, libri I 19 jam kurreshtar, a kam rri kur të kthehem në Kosovë, se u botuar në Tokyo. Më thirrën dhe më thanë japonezët në përmes ambasadës, a ke ndonjë libër që I mendon se kam plot libra, nuk e di çka doni. Një libër që I dëshmon rënjët e Nanës Tereze. E kam në zemër popullin tim shqiptar. Është titulli I librit të 17 që ishin fjalë që I shkrojti në gjuhën shqipe dhe ma dhuroi mua edhe para 1200 gazetarve e përkthej anglisht dhe ma dorëzoi letrën. Dhe unë këqyri, si kur të ma lexon të mendimin, më shkoj si Rufea, thëm, pse nuk nënshkruhet Bojaxhiu? Mirë po personalitetet e mdhaja, Papa Leoni nuk ka mbi emën, Papa Francesku nuk ka mbi emën, po është një emën që e njeh mbar bota.
Në anë tjetër, thomë, kjo është marrëzi, çka po mendoj unë. Ajo, si të ma lexon të mendimin, tha, ma jep letrën. Edhe e ka nënshkru, e atë e kam edhe në faqet e para, në ballin të librit të 18 porosit e Shënon Terezës, ku ajo thot, e kam në zemër popullin tëm shqiptar dhe është porosia që para 47 viteve pikrisht në ditën e sotme dhe në vendin e sotëm ku ka ndodhur ngjarja dhe ku kemi vizitua, mu ka duk se gjithë është plot e përplot me shpirtin dhe me porosien e Shënanës Terezë. Me siguri se ajo tash edhe puna dëgjon edhe puna sheh, ma merr mendja se ato i kemi për rreth gjithkund dhe e përshëndesim edhe dojmë shumë se kemi non krejt. Shejtarimi në nënës Terezë. Kjo është diçka që në kohën e njerëzimit, domethënë to 2500 vjet, ne si njerëz nuk ata të tjerë si kemi ditë, i kemi dëgjuar dhe kemi mësuar, i kemi lexuar. Po këto e dim. Tregona pak. Shejtrimi i nënës Terezë i kaluar kufit, si thash edhe më parë. Papa Gjon Pali II e bëri një përjashtim se rregullorët e Kishës Katolike apo kanuni i Kishës Katolike thot pas 10 viteve të vdekjes mund të filloj eventualisht kulumtimi. Ndërsa Papa tha, nuk ka nevojë për nënën Terezë 10 vite, mjaftojnë 5. Dhe mas 5 viteve unë kisha dalë me një monografi e cila është nër më të mëdhajat nëna e dashurisë që ka dalë në gjuhën shqipe dhe kam shkruar shqip dhe pastaj është përkthyer në 15 gjuhë. Kur ja dhurova papës në gjuhën italishte Gjon Pali II, ai më tha, e polakisht? Tham, shejtëri, unë polakisht nuk e njoh, por ishte sekretari i tij personal Stanislavi, se i kishte 5 sekretar. E i thash se me Stanislavin kemi qenë në studime bashkë. E i thash, shejtëri, sekretari ju i personal Stanislavi kishte mujt me e përkthy. E pa Palestinit e vetë tha, as zhamangut, po sekretari im e botusi italian ishte me mua edhe ju bënte duarve kështu, që na jemi tash në kali, si kemi dalë zheshin e shpjetrit, kemi filluar të përqafohemi dhe të qajmë prej gëzimit dhe e ka thirë me një herë Padre Jan Kupka, i cili ishte dhe është gjallë dhe është drejtori i një shtëpijës botuse polake, Palutinet, në më të mëdhajat në Poloni, dhe me një herë a i tha, a kom nërë me e përkthye, a më pranon do lushi që ta përkthej, thash me besim të plot dhe përkthym. Kur për pas këtij libri edhe 4 tjera u përkthyn dhe u botun në gjuhën polake, si sot më kujtohet Papa ishte aq i emocionuar, sepse në përmes nënës Terezë ai u bë avokati i popullit shqiptar e sidomos i Kosovës sonë. A di çka më tha? Të falenderoj që e solle nënën Terezë në Poloni. Dhe kur kam shkuar në 2002 në Poloni, në Varsavë, në Krakovë, në vejse tjera, unë kam menduar se jam anonim. Nuk më kanë lanë as të hapi derën e makinës, as derën e hoteleve apo vendeve ku kam dhe radio e televizionet tjera, edhe shtetërore, edhe kishtare, i kanë dhënë hapësirë ashtë madhe. Po ju tregoj vetëm një rast, që me banë të emocionohem me të dridhem. E kisha meshën në Krakovë, bashkë me kardinalin Makarski, i cili e kishte zavendësue Vojtivën në selien e Krakovës. Dhe Makarski e dëgjova emrin tim dhe kuptoja në bazë të demokratishtës diçka çdo dytën, tretën fjalë çka po thot, ta e kemi biografin e nënës Terezë këtu dhe do t'ja japim fjalën. Kishte qenë në atë mesh kryetarja e parlamentit polak. Mas meshës në sakristia vendi ku vishemi, përgatitemi për mesh. Po vjen një grua edhe po më përshëndet mu polakisht. Thash, polakisht nuk di. Po thash, frëngjisht. A tha, po frëngjisht. Frëngjisht flasë edhe unë. Atëhere, e kam thanë, thash, urdhënoni zonjë,
nuk më tha që është kryetarja e parlamentit. Ishte e dile, edhe më tha, sa ditë do t'jeni ju këtu? I thash deri të mërkurën, tajtën kthehemi në Itali, se isha me drejtorin general të shtëpijës botuse Velar nga Bergamo. Ajo kaq më përshëndeti. Ka shkue e kam ledh kryesin e kuvendit dhe të martën e ka organizue kuvendin apo parlamentin e Polonies me tem ekskluzive Kosova dhe Nana Tereze. Dhe më ka përshëndet vetëm edhe atëhere ma ka dhënë fjallën. Ka qenë një ngjarje e kjo më shërbeu atëhere që edhe në Kosovë të tashmë të ndjerit në Gjatdacit, i cili ishte kryetari i kuvendit, i thash, bane një seancë për Nanën Tereze. Ta nuk e di se si është, ka do të thojnë, si do të reagojnë tjertë. Thash në Gjatdacit, në gjë shka pa të thamë. Nëse polakët e duan ma tepër Nanën Tereze, dije për i sotit se unë ma nuk jam shqiptar. Kryt një javë dite me erdhi letra, cilën thot në seanca vetëm përshëndetja e ime, ekskluzivisht keme fol për Nanën Tereze. Prandaj, është momenti i vedisimit, është momenti i përcaktimit, është momenti i knaqësijës, i lumturisë dhe i shejtërisë. Dhe të Nanën Tereze nuk duhet ta kemi vetëm në gojë, po ta kemi në zemër dhe atë ta imitojmë. Deri dikur ka qenë e mjaftueshme të thojmë edhe ne jam shqiptar si është Nana Tereze. Kjo është e mrekulli. Por tash duhet të themi, duhet i përngjaj Nanës Tereze sikurse ajo ishte e madhe dhe e mirë dhe e dashur dhe krijoi kulturën e jetës dhe qytetrimin e dashurisë, ne si shqiptar, pasardhësit të saj, duhet i përngjajmë asaj në jetë dhe në veprimtari. Atër, kur jemi këtu, a mund t'i kthejme pak realitetit e përmene parlamentin e Kosovës, e shoh se kanë moral të madh Nanën Tereze, nuk e largu nga hollet e parlamentit, e kanë edhe japin shumicën e rasteve, në intervista para mediave dhe shifre që është mbrapa Nana Tereze. Po sa është punu në drejtimin që të kemi ma tepër diçka ku emri Nanës Tereze është aty ku do t'jetë edhe institucionalisht e ngritun. Fatkeqësisht, ndoshta e kemi si prapavi dhe fotografi, por atë që ka flitët, ajo nuk është në stilin e Nanës Tereze. Se Nana Tereze ka konsideruar çdo njeri, na kemi dallime, por dallimi në bashkim, e jo me dallimi në përçarje. Dhe për mua është e dhimbshme që parlamenti i Kosovës nuk arrin të merrën vesh, do të thënë partitë, edhe pozita, edhe opozita, nuk po hyjnë në vlerësim, se nuk është e imja ta them, por me keqardhje flas në emrin tim dhe në emrin e popullit, se unë i përkas një partijës, dhe partia ime është populli shqiptar, dhe e them me keqardhje se ne prapavi e kemi portretin e saj, por shpesh herë edhe mendimet, edhe fjalët, edhe vlerësimet nuk janë në stilin e Nanës Tereze. Faleminderit shumë për gjitha këto fjalë edhe gjitha këto shpjegime, se për neve është nder që të kemi në studio, edhe të na shpjegoni, të na tregoni, që të njoftohemi na shumë më mirë për shumë sene, se ndoshta edhe shumë sene kanë met në mas, e dim që media tona janë të preokupuar për shumë gjëra tjera, po jo për ato që faktikisht duhet ta dim na shpirtnisht më shumë. Ne po afrohemi ka dalë edhe fundit të emisionit, unë kisha pas dëshirë nga një mesazh për bashkëdhetarët këtu në Norvegji, edhe në këtë botën që po na ndëgjojnë edhe po na shohin. Porosia ime është gjithmonë e ngjashme, mos të them e njëjtë, të jemi vetvetja për t'ia mundsuar njëri tjetrin që të jetë vetvetja. Do me thonë, jemi i lirë, jemi arbër, jemi shqiptar dhe çmojmë gjithë ata që e kanë orientimin dhe përcaktimin ton, por i duam dhe ju japim hapësi edhe gjithë tjerëve. Do me thonë, dashuria është universale, si që ka qenë dhe si që është shenana jonë Tereze dhe vlerat dhe virtytet e saja që e kanë ba në pjedestalin e lumturis, në pjedestalin e shejtëris dhe këtu në Oslo në pjedestalin e
paqes në nivelin botëror. Faleminderit. Po, me qenë se Oslo është, mund të themi, mërgim nga perspektiva jonë, me qenë mërgjimtar është, unë e di se shka do me thonë se kom jetu edhe unë për jashtë në Kroaci, në Austri, është edhe sfidë, por është edhe një mundësi me te kalu vetën. Sigurisht e sheh pak vetën në një perspektive tjetër, po kjo gjithmonë është pasuri. Sado që hyn një lloj pasigurie me kultura tjera, fe tjera, por prapse besoj që du të me qenë aq të mençur që ta te kalojmë vetën edhe atë sikletin, se ai tjetri mendon ndryshe, beson ndryshe, por mendoj që edhe në takime do t'i shfrytëzojmë edhe mediat siç i kemi, besoj që mund të kontribuojmë shumë këtë drejtim që të gëzohemi që jemi shqiptar. Faleminderit shumë për këto fjalë. Unë kisha thënë vetëm një fjalë, Zoti ju rujt. Faleminderit qoftë gjithë populli jonë i bekum, edhe i pashim këshillat juaja për mirën e popullit tonë, sidomos fëmijëve tanë që tash kanë kaluar gjeneratën e tretë, sepse Koxhani Gurbetar, po për asaj kohe kur keni qenë këtu vëllazërisht dhe bashkarisht gjithmonë, por mua është kënaqësi kur shqiptari kado që shkojnë në përbot se jemi një popull i vogël, grusht popull, por kado që shkoj has në vlezër dhe motra. Dhe ai tregimi të cilin e maj në men dhe në zemër, kur plako thut, nalo pak se të njoh. Nuk i binte në men emni, thash, edhe unë miq të njoh ty, ta si me një, pa je vllau im, ashtu. Plaku filloj t'i dridhet mjekra, filloj t'i lotojnë syt dhe më tha, më ke nderu ma tepër se askush tjetër, dhe ma shtroj pyetjen, a je i lumtur kështu si të shohim, apo vetëm po paraqitesh, nuk dinte me thanë fjalën, po aktron para tjerëve. Tash miq, pse mos jemi të lumtur kur e kemi një babë të mirë që është Zoti në qiell dhe kur jemi të rrethuar me vëllezër dhe motra. Dhe plaku më tha, përsërite edhe një herë. Kjo ma përkujtoi ngjarjen e Shenanës Tereze, kur e ka gjetë njerin buzë të vdekjes, e ka marrë, e ka la, e ka pastrue, dhe në fund ishte para vdekjes së sigurt, i thot nanës Tereze, pse po e bën këtë? E nana Tereze i thot, pse Zoti të do. E plaku thot, askush kur në jetë se më ka thonë se me do si njeri, jo mos Zoti, thujma edhe një herë. Dhe me fuqinë e fundit nana Tereze i afrohet veshit e saj dhe i thot, Zoti të do, prandaj unë të dua pse Zoti ty të do. Edhe ne t'i thojmë vetvetes dhe njëri tjetrin, Zoti na do, prandaj ta duam njëri tjetrin. Faleminderit shumë. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, radio lindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrese për bashk. Radio